tash është dita e 29 e muajit të Ramazan me lejen e Allahut Azza wa Jall. Kështu që kujdes, për shkak se shumë njerëzve ju angazhohen me ditën e 27, e tani ditën e 29 e lanë në pakujdesi, domethënë ju habitën, edhe nuk i rrin gati me adhurim, nuk i rrin gati me falje, me istighfar, me duan e natës të Kadrit. Nata e 29 është prej netëve kur ka mundësi me kanë nata e Kadrit. Kujdes, lutë Allahun Azza wa Jall. Ka thënë Muhamedi alayhi salam, adhurimi më i mirë është adhurimi kur njerëzit janë të pakujdesshëm, njerëzit habitën për shkak të fitnes, për shkak të lashëve, për shkak habitën çanina, e ti koncentrohesh në adhurim. Kjo është më e mira. Natën 27 i ke pa njerëz shumë aktiv. Natën 29 shumë pak për njerëzve janë aktiv. Kështu që bano aktiv sonte me lejen e Allahut Azza wa Jall, qysh e bë aktiv natën 27, natën 25, 23, 21. Kujdes në natën e 29 për shkak se shumë për njerëzve e harrojnë.